Pas fitores të ndeshjes së parë të play-offit në basketbol për femra, vajzat Lonjate udhëtuan në transfertën e Durrësit, ku përballën përsëri me Teutën në ndeshjen e dytë. Skuadra e drejtuar nga Gim Dalipi e mposhti Teutën edhe në këtë ndeshje të play-offit, ndërsa takimi përfundoi me rezultatin 75-87. Periudha e parë u nda në shifrat 17-22, periudha e dytë 23-21, periudha e tretë 17-27 dhe periudha e katërt 20-17. E gjithë ndeshja ka folur për vajzat Lonjate. Ndërkaq kujtojmë këtu se ndeshjen e parë të play-offit Flamurtari e fitoi në Vlorë, po me Teutën me rezultatin 83-66. Pritet që në javën e re të luhet edhe ndeshja e tretë e play-offit mes Flamurtarit dhe Teutës në Pallatin e Sportit Flamurtari, për të kaluar më pas tek finalja e madhe, ku Flamurtari do të mësoj edhe kundërshtarin mes Tiranës dhe Partizanit.